probleme politike. Do me thonë, tregon për varfëninë e skenës politike, tregon për ignorancën, mos me thonë, e skenës politike, sepse tek e fundit, politika është fushë e gjanë, është mundësi, nuk funksionon njëra, provon tjetrën, dhe ti do t'i japësh zgjidhje situatës. LDK është në pozitë kur po provon të jetë aktive, por nga një fuqi politike jo potente, jo shumë e fuqi. Sa do që LDK-ja, për nga historia e saj dhe për nga vlerat e saj që i ka, edhe historike, por edhe sot që mund t'i ketë, është parti shumë rëndësishme, është shumë serioze, nuk për mundet me diktu. Ti shkoni dyta, beso që nuk është mi marë nështë edhe krejt timonin e ndërtimit të një situatet shumë duke i bo presion partisë parë që me ecë tutje. Sepse ati që është rëndësishme në këtë vend, me fillu me ecë minutat kushtetus, ora kustetuse. Këtu s'ka fillu akoma ora kustetuse. Në më në akoma jemi jashtë lojës, në alas kemi fillu me lojt në aspektin politik, sepse s'pëllion vetëvendosi. Duhet më zgjedh kryetari i kuvendit dhe anëtarët e kryesisë, nën kryetarët e kuvendit, në mënyrë që me fillu me ecë orët minutat kushtetues. Presidentja ka afate, e fton partinë për me ia dhënë mandatarin, mandatari i pari ka 2 javë ditë, nuk arrin, mandatari i dytë, mana 60 ditë s'kemi qeveri, vendi detyrohet me shku në zgjedhje. Por në këtë situatë ku jemi, amullie totale, me vite mund shkoj kështu. Veç njëri pa përgjegjës mund ta bëj këtë. Njeri ku s'ka fije, ndjeshmërie për legalitetin dhe legitimitetin dhe nevojat e njerëzve në Kosovë. Ka njerë delë situatush, mos po frigohet me dalë për e soj zyre kë, sepse edhe po shkel ligjin për qeverin, mos ka informata tjera që mund ballafaqohet me një proces ma delikat të sistemit drejtësisë nëse është pa pushtet. Po them, nuk po e them me siguri, po dalin shumë hipoteza dhe supozime për thonë, çka u lidh ky njeri ka shumë me këtë pozitë, pse po frigohet? Nuk po funksionon Albolina Xhiu, vendose këtë dush tjetër, provoje, sa pranojnë tjetër, provo tjetërin. Ideja kur po thojnë që na mujna mos me votu nën kryetarët e kuvendit, janë 2 procesa të ndahme lartë. Kryetari i kuvendit dhe nën kryetarët e kuvendit janë 2 pozita të ndryshme. Pozitën kryesore në kuvendin e Kosovës e ka kryetari. Kryetari është ai që përfaqëson kuvendin brenda dhe jashtë. Kryetari i kuvendit është ai që zaventson presidentin kur presidenti s'ka vendi, merr prerogativa kushtetues. Antarët në kryetarët e kuvendit janë funksion administrativ më shumë. Pa çka që janë përfaqësues politik, po janë funksion administrativ. Njëjtën kushtetut, shkruan që na jemi republikë parlamentare. I njëjti popull nuk voton për kryeministër në këtë vend. Kandidati për kryeministër është dëshirë e shefave të partive. Ai zyrtarisht është barci i listës kandidatëve për deputet. Që janë gjëra që i zhdosht me ditë. Kom fillingun që janë gjëra të cilave mund t'ju kthehemi prapë si vjetë, po personat ju falenderoj që ishit me ne. Falenderoj shumë për mundësinë, nësi si gjithmonë. Shkues të nderuar, paralemrova që me një prej temave të diskutuara këtë javë, që ka të bëjë me përvjetorin e masakrës Dubravës, një pjesën e rrëfimit edhe pjesën e procedurës juridike ku është tash dhe qysh është ka trajtohet në atë aspekt është me çka kthehemi në pjesën e dytë.